Me sa duket teoria se deputetët në Parlamentin e Shqipërisë bëjnë sherr vetëm kur kanë kamerat para, nuk është e vërtetë. Mbledhja me dyert të mbyllura në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, ku Shërbimi Informativ Shtetëror ishte thirrur të raportonte për masat kundër terrorizmit dhe buxhetin e tij për 2016-ën, degeneroi në konfrontime fizike mes deputetëve. Kanë qenë pikërisht ligjvënësit Piero Luta, IPS-s dhe Aslan Dogjani, IPD-s, ata të cilët pas debateve të tensionuara mes tyre kanë goditur njëri tjetrin. Gazetarët e PAK, të cilët prisin në korridoret e Kuvendit për të zbuluar më tepër detaje mbi mbledhjen, dëgjuan të sharat për plasjet e grushtave në tavolinë dhe për plasjet e karrikëve brenda sallës së komisionit. Menjëherë punonësit e gardës ndërhyn për të qetësuar situatën në sallë. Burime brenda komisionit bëjnë midijese së bashku me kolegët deputet, ata ndan Lutajn dhe Dogjanin. Vetë protagonistët të kontaktuar në telefon por dhe në prononcimet e tyre pranojnë sherrin, por mohojnë përplasjen fizike. Ka pas një ngritje toni realisht midis meje dhe zotit Dogjani dhe asgjë më shtu. Më vjen shumë keq se disa kolegë tuaj më kanë marrë në telefon çka ka ndodhur, çka s'ka ndodhur dhe pyetja që bën zotnia që pse u konfrontuat nuk ka sens. Që të konfrontohen dy njerëz sigurisht që duhet të jenë të dy patru. Fatmirësisht nuk u ndodhëm të dy patru. Garda kryen misionin e vet, unë po ju siguroj ju opinioni dhe ty zotëri si gazetar nuk ka ndodhur absolutisht një gjë që te i kaloj marrëdhëniet në kuvend. Përveç se një ngritje toni nga dy palët. Ndërkohë burime brenda komisionit konfirmojnë pikërisht të kundërtën. Gjakrat u qetësuan më pas mes dy deputetëve të cilët ndoqën në të njëjtën tavolinë dhe raportimin e ministres Mimi Kodheli.